Interesi i turistëve të huaj për të vizituar Gjirokastrën, por reflektohet edhe në tregun e akomodimit. Gjatë këtij sezoni veror, gjithnjë e më shumë vizitorë po zgjedhin të qëndrojnë në apartamente me qira, një formë akomodimi që po fiton terren krahas strukturave tradicionale hoteliere. Sipas agjencive imobiliare, kërkesa është rritur ndjeshëm veçanërisht për apartamentet që ndodhen në lagjen 18 shtatori, por edhe në lagje të tjera të qytetit. Ka patur kërkesa nga turistët, ka qenë rritje, por më shumë janë për kërkesa me qira mujore, por me ditore një çik pak më të pakta. Me fjalë, me një afat kohor 20 ditë, 25 ditë maksimumi. Ka qenë nga pjesa janar, shkurt, mars. Mars, prill, maj, qershor kanë qenë me 15 ditë, 10 ditore dhe kështu me radhë. Më të fokusuar kanë qenë për zonën e 18 shtatorit. Arsyeja është sepse zona e çik muzeale, çmimet janë pak më të larta, ndërsa zona e 18 shtatorit del me çmime më të reduktuara. Dhe ka patur goxha kërkesa, por thjesht është një kontingjent jo fort, jo dhe shumë fort i madh, me fjalë aktualisht, se akoma nuk ka filluar sezoni plotësisht. Operatorët e tregut të pasurive të paluajtshme shprehen se rezervimet kanë nisur herët dhe se ritmet e kërkesës mbeten të larta. Të 2-3 muaj besoj se do ketë goxha në varësi të emaileve dhe kërkesave që kemi aktualisht pranë zyrës sonë. Flasim gjithmonë çfarë i përket zyrës sonë. Do ketë goxha shumë, do ketë, por vetëm thjesht ideja është pjesa e çmimeve vetëm tek më shumë në zonën muzeale, se zona e të shtatorit, 11 janari punojnë të gjitha lagjet e qytetit faktikisht. Ata vlerësojnë se sezoni turistik po zhvillohet pozitivisht dhe kanë pritshmëri të larta në vazhdim, duke parashikuar një fluks të qëndrueshëm vizitorësh gjatë gjithë muajve të verës.